Në ditë të veçanta, ne mundohemi që t'i bëjmë personat tanë të zemrës të ndihen të veçantë. Dhe kur duket sikur fjalët janë të pakta për të shprehur kënaqësinë dhe respektin ndaj tyre, mundohemi të gjejmë një dhuratë që do të mbetet kujtim në zemrat e tyre. Një ndër dhuratat më të shpeshta që zakonisht u bëhet gjenisë femërore është sigurisht dhurimi i luleve. Lulet janë një krijim i pastër dhe i bukur i natyrës, ku bukuria e tyre është përshkruar nga poetët më të mëdhenj të botës nëpër veprat e tyre. Lulet zakonisht udhërohen personave më të dashur dhe më të afërt, sepse paraqesin një simbol çiltërsie, dashurie dhe pastërtie. Trëndafilat, orhidet, zambakët apo cilat do lule pa marrë parasysh kuptimit të tyre, përsëri mbeten si dhurata më e mirë ndaj një femre, sidomos në festa, siç është ajo e 8 marsit. Festa e 8 marsit është pikërisht arsyeja se pse ne ndodhemi në lulishten Mimoza për të mësuar diçka më tepër rreth luleve si dhuratë dhe se si bëhet dekorimi i tyre për raste të veçanta. Përshëndetje zonja Qefser dhe mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Që sa kohë merreni me këtë profesion? Unë me këtë profesion mirem për që 10 vite. Dhe është profesion shumë me kënaqësi që e punoj. Është një profesion shumë i dashur për mu. Mendoj se edhe për klientët janë të kënaqur me këtë. Bëjmë dekorime për evente darsmave, fejesave, ditëlindjeve, synetive e kështu me radhë. Cilat janë llojet e luleve të cilat ju i posedoni? Po, llojet e luleve janë për fejesa, për kështu gjona, kemi edhe artificiale, po tash me kalimin e kohës ka nisë të kërkojnë edhe natyrale më së shumti. Pra keni lule natyrale dhe artificiale. Cilat janë disa kështu prej llojeve të luleve që i posedoni? Po lulet që i posedojmë ma shumë kërkojnë trëndafilet. Trëndafilet, po, trëndafili është si një simbol i dashurisë, trëndafili kuq simbolizon dashurinë, trëndafili bardh simbolizon paqen, simbolizon butësinë, mirësinë. A ndodh shpesh që të keni kombinime të këtyre dy trëndafilave, pra edhe të kuqe dhe të bardhë në një buqet me lule? Po, shumica e njerëzve kërkojnë trëndafilat e përzimti, kanë të kuqe dhe të bardhë. Unë kam parë shumë fotografi në internet në fakt ku të gjithë trëndafilat janë të kuq dhe një është i bardhë, ose e kundërta, të gjithë janë të bardhë dhe një është i kuq. A simbolizon kjo diçka apo thjesht për shkak të dëshirës së njerëzve? Po, ajo është simbol dëshirës së klientëve, ashtu sikur e kërkojnë. Disa i kërkojnë veç të kuq, e rregullimin ta ketë me të bardhë, e dekoracion atëherë të ketë dekorimet jenë me ngjyra ngjashme, kuqe, bardhë, më së shumti. Cilat lule i kemi të pranishme në këtë sezon? Lulja për këtë sezonën e 8 marsit janë lulet natyrale. Çfarë lloje të dizajneve keni? Po bëjmë dizajne për darsma, bëjmë dizajne për rregullimin e veturave dhe ato i kemi në dispozicionin tonë. Personalisht, cilat janë lule që ju i preferoni më së shumti? Trëndafilat, karajfilat, cila do ishte lulja juaj e preferuar, që nëse fëmijët tuaj dëshirojnë që t'ju bëjnë dhuratë? Trëndafilin e kuq. Vetëm për shkak të bukurisë që posedon? Po, ashtu edhe bukurisë edhe erën e këndshme e ka trëndafili. Trëndafilin e kuq më së shumti. A varet çmimi nga madhësia e buqetit të luleve? Po, gjitha janë varet nga sa lule shkon, me sa trëndafila, shembull, me çfarë dekorimi, këtë varet çmimi varet këtë te madhësia e lules. A do thotë kjo që sa më shumë elementet ketë në dekorim, aq më e shtrejtë, më i shtrejtë do të jetë buqeti? Po, ajo varet këtë sa dekorime do të ketë, aq më i shtrejtë do të jetë buqeti. Buqetin më të madh kemi pas me 101 trëndafil që e kemi dekoru. Ajo ishte një person që të dashurës vetë jashtë solli deri në aerodrom. Sepse do të thot ajo vinte nga jashtë? Po, ajo vinte nga Zvicra e kjo e priste atë me 101 trëndafil. Të kuq?
të kuq, të gjithë ishin të kuq, veç dekorimet ishin të gjelbërta. Dhe a ka kushtuar shtrejt kjo gjë që të mos përmendim kështu çmim? Po, me të vërtet a ishte buqeti më i madh që e kom bë. Për sa kohë e përgatitet atë buqet? Po, për 20-30 minuta ashtu. Trëndafilat janë të gatshëm, ne veç i dekorojmë edhe ja vëmë dekorimin edhe aq. Cilat elemente tjera dekorative përveç luleve i përdorni? Çfarë vendosni në një buqet? Po, vendosim edhe gjelbrim. Edhe kemi edhe disa lule të vogla që janë të bardha, edhe ata janë të mira për rregullimet. Çfarë lule zakonisht rekomandoni për dasma apo për fejesa, apo e gjitha ajo varet nga shija e personit të cilit i kërkon lule? Po, këtë varet të shija e personit. Vetë personi, kur vjen në shitorin ton, orientohet tek ne edhe ai e preferon cilën lule e don, cilën dekorim e don, me çfarë ngjyre, me çfarë dekorimi, ne jemi të gatshëm të kryem dëshirat e klientave. Cilat lule janë më të shtrenjta? Po tash për tash lulet më të shtrenjta janë këto për natyrale flas, për artificiale. Janë këto. Tash janë këto që janë trend. Ndërsa për sa i përket luleve natyrale? E lulet natyrale, ato këtë varet edhe pi sezonit. Kur është sezona e verës, janë pak ma lirë. Kur është sezona e vjeshtës pranverës, janë pak ma të shtrenjta. Kur përdoret trëndafili i kuq më së shumti? Po trëndafili i kuq më së shumti e përdoren për fejesa, për ditën e të dashuruarve. Cili do ishte urimi juaj për 8 mars? Pasi që sot jemi data 8 mars, cili do ishte urimi juaj për të gjitha gratë? Po uroj të gjithë nonat, të gjithë gratë, të jenë të lumtura, të jenë të buzëqeshura, të kenë dashuri, harmoni në jetë. Tani ne do e dekorojmë një buqet, dalim jashtë dhe të zgjedhim ndonjë lule? Më së shumti shkojnë këto lule për mësuesit që i marrin për 8 mars. A të zgjedh unë apo do zgjedhni ju se cilën lule do e dekorojmë? Si ta donit. Të marrim këtë lule këto. Zgjodhen ngjyrën roz, për çfarë arsye? Po, ngjyra roz pak i përshtatet kësaj ngjyrës. Edhe atëherë gjithë një i shiqojmë neve ajo ngjyrë që i përshtatet lules, me atë dekoracion atëherë del ma e mirë, del ma elegante. Në rregull. Tani do na e demonstroni se si vendoset kjo rrjetë. Dorimet mu më bëjnë të ndihem shumë i lumtur se punoj me shumë kënaqësi këtë punë. Pra, ky dekorim duket kështu i thjesht. A i preferoni më tepër dekorimet e thjeshta? Po, unë për vetin teme e preferoj më shumë dekorimet e thjeshta. Por çfarë nëse klientët dëshirojnë diçka më të ngarkuar? Po, nëse klientët dëshirojnë, atëherë neve punojmë sipas dëshirës të klientëve. Por sot për 8 mars nuk e kemi problem se sa klienti i ka dëshirat e veta, ne jemi këtu për t'i plotësuar dëshirat e klientëve. Ndërsa për 8 mars ke vendosur që të dekorosh në mënyrë sa më të thjeshtë apo jo? Po. Po ashtu është se edhe vetë dekorimet e gërkojnë ashtu, se kjo vetë është lulja është tepër, është e bukur, edhe e mirë, po ta ngarkojmë atëherë nuk del mirë. A kështu sa ma e thjesht, del ma e bukur. Thjeshtësia gjithnjë është ma e bukur. A vinë me ideja të ndryshme apo zakonisht ta besojnë punën, pra ja u besojnë punën juve? Klientët ma të rritur ma besojnë punën mua, po fëmijët vinë me idejat e veta. Ato kanë idejat e veta, kanë atë botën e vetë, sa që unë e dua kështu, thëmë nuk është problem, se ne mundemi, edhe kam, si të thëmë, ashtu jam për vetë natyrës që mundem të mirem me fëmijë. Nuk më pengojnë, ata ma pojnë kënaqësi. Do vendosim 2 ngjyra për... Një e përshtatim ngjyrën si përshtatet lules. Kjo është pra dekorimi një luleje natyrale, po the artificiale. Një luleje natyrale
me një dekorim shumë të thjeshtë. Si thoni të bëjmë dekorimin e një lule artificiale, një buqet lulesh? Që t'i kemi që të dy shemboj, pse ja? A shkon dekorimi njëjtë kështu me lule natyrale kur t'janë të këtij lloji? Po. Pra është e njëjta procedurë. Po, kjo është e njëjta sikur të ishte natyrale. Pse pikërisht këtë ngjyrë? Po, ashtu si mbas dëshires klienteve, se gjithë një klientët shkojnë te kuqja me të bardhë. Si këtë e patëm natyrale, ne patëm ngjyrë roz, atëherës edhe për atë shkak shkum këtë që të bëhet kjo ma e veçuar. Ma e veçantë, po. Edhe ma e bukur del. Në sezonin e verës, kur janë darsmat, janë ahengjit, atëherë kemi shumë klient kemi që kërkojnë lulet natyrale, kështu në për buqete që i qojnë në për darsma, në për fejesa, në për sende. Edhe gjithë një tashkon e fundit ka nisë shumë me natyrale. Një periudhë ishte veç me artificiale, po tashkon e fundit më shumë preferojnë. Sidomos 3-3-at preferojnë lulet natyrale. A mendoni që një lule do të ishte dhurata më e mirë për 8 mars? Unë mendoj se po. Mendoj se po, sidomos natyrale. Natyrale se vetë lulja natyrale i themi lulja e gjallë. Edhe për t'i dhënë dikuja një dhuratë du t'japsh gjallëri, atër t'japsh një lule natyrale. Ku e keni mësu këtë punë, këtë zanat? Unë e vetë pi vetë natyre se du këtë punë. Edhe e punoj me knatësi. Edhe nuk ndi lodhje, edhe pse shumë në sezonën e verës, kemi shumë punë edhe kemi shumë dekorime, shumë bëjmë kështu punë, po kemi edhe rregullimin e veturave, si që tash edhe më parë, edhe ato i rregullojmë, edhe është pak puna masi, po kur i shoh se klientët e mi hinë me një buzëqeshje, me një knatësi, atëherë edhe unë ndihem mirë për ata, edhe atëherë punoj punën me shumë knatësi. Sepse reflektojnë pozitivitet në anën tuaj. Po, atë më hapën unë një pozitivitet tepër të madh, kur ti shoh se ashtu vetë është puna ime, se i shef njerëzit gjithë një të buzëqeshur, gjithë një të gëzuar, edhe atëherë kur drejtohen te unë, e shtojnë besimin te unë atëherë më me knatësi e punoj atë. Sa ju gëzojnë fëmijët kur vinë dhe kërkojnë lule për ditën e 8 marsit për nënat e tyre? Sa më gëzojnë edhe më emocionojnë. Se me të vërtet, në sytë e tyre lexoj një farë knatësie, një farë shkëlqimi në sytë e tyre, se gëzohen edhe ato, sidomos edhe për mësuesit tepër e kanë atë emocion, se si cili thot unë e për mësuesen time, edhe gjithë një më thonë, a do të na i bësh pak me xixa? Këto janë xixat që i përdori. A do i vendosim edhe lulës? Po, i vendosim edhe kësaj lulës. A do na vendosish të edhe xixa, se mësuesja ime shkëlqen sikur xixat. Edhe mu më gëzon fakti ajo se fëmijët me të vërtetë se mësuesja është nona e dytë. Neve e dim edhe vetë se dhe neve kemi shku në shkollë dhe e dim se si është, edhe e di atë për qatë me emocionojnë se në kohat tona neve nuk ishte kështu sikur sot. Po ne mundoshim një dhurat sa ma e thjeshtë, ma e vogël, po veç a ditë ta gëzojmë mësuesen, i mirëshim për i bafqes, për i oborrit, edhe mundoshim që ta gëzojmë mësuesen tonë. A është interesimi çdo vit i njëjtë nga fëmijët apo nga të rinj për t'i blerë dhurata nënave të tyre apo edhe kujdo qoftë që i përket gjinisë femërore? Po, shoh se viti në vit është më të interesum, se fëmijët e sodit shohin më shumë se, si të them, janë më të interesum edhe shohin më shumë, shkojnë një hap më përpara. Janë më të informuar në përgjithësi. Më të informuar, atë është ata ceki, janë më të informuar, janë më të interesuar. Neve e kemi pas, po e kemi pas dëgjume për prindve, se duhet ta gëzosh prindin, duhet ta gëzosh mësuesen, ata vetë janë më të interesum, janë më të talentum. Edhe me të vërtet janë, si të thamë, më duket se janë edhe mas zgjuar, edhe din të vendosin me klientellat e mëdhej. Nuk kam problem, as me fëmijët nuk kam problem, po fëmija shkon e zgjedhën vetë dhe ndron 2 herë. Jo këtë ngjyrën tjetër. E na duhet jemi dispozicionin e atyne.
Kush blen më tepër lule për 8 mars, të mëdhenjt apo fëmijët për gjinin e bukur, për femrat? Fëmijët më shumë. Mëse shumë të fëmijët kanë interes. Pra meshkujt pak sa janë më të tërhequr në këtë aspekt? Po, kam edhe ashtu klienta, kam edhe meshkujt kanë interes. Jo blen edhe nonave, po edhe të dashurave, grave të veta. Kështu që është mirë se kur blen ka 2-3, se blen për nonën, blen për motrën, blen për gruan. Blen për mësuset, të shku për shkollë, blen për mësuset. Kur kthehen ka shkolla dhe i njehin paret, a do të na dalë edhe për mamin ta blejmë.